Po anë të hecë se shkojmë, hecë me traktor. Hip traktor se vi mas. Veç me traktor mund të kalot në përarët e Araçinës, të cilët tani po ngjajnë liçenit. Fermerët e kësaj jane po tregojnë para kamerës për dëmin që pësuan gjatë vërshimeve të së shtunës dhe thonë se humbjet i kanë të mëdha. Kanë majtë ati dhe në krejt, 250 copa dhe njën konë ati, 200, një dhe i konë, krejt kanë majtë në ujë. Po shpresë nuk e di, unë shpresa nuk ka, kur gjohën të sakt nuk ka. Kanë ardhën ato të veterinarës, kanë këshirë ati, më kanë thonë që mos e ki gajle se paguhet ki madhë shka ka me këtu. Sa është e sakta në ata nuk e di jasunë. Fermër me dhenë për të cilët Kamberi po flet ai është e tëra në ujë dhe atje nuk arrihet me traktor shkaku i nivelit të lartë të ujit. Nuhi Ajdini, po ashtu i gjithë pasuria i mbeti në ujë. Arët e mbjella dhe pemishtët i dëmtuan të tëra nga vala ujë që mbushi arët e Araçinës. Hallin e ka tek kompensimi i dëmit, sepse ka përvojë të keqe me vërshimet e kaluar, sepse kjo fatkeqësi natyrore s'është e para në këtë zonë. Pem kam 640 trupa, Dytelin kam 5 hektar, Bostan kam 3 hektar, edhe gjitha këto kanë shkue, do me thënë, i ka morujti për mjerë. 2012 kemi pasën dampi breshrit, nuk janë pagu ato, a i dam shpërblim nuk ashtë pagu. 2013 të njëjtën e kemi pasën, edhe të nasi komune Araçinës nuk ashtë pagu dam shpërblimi. Të premten anëtarët e komisionit vlerësues të dëmëve në bujqësi dolin në këtë anë. Ata siguruan banorët e dëmtuar të Araçinës se dhe këta do marrin hisën e tyre nga buxheti i qeverisë për kompensim të atyre që pësuan nga vërshimet në Shkup dhe rrethin. Do të mundësohet me anë të ligjit që nëpërmes të një deklarate me shkrim në noter, ku deklarohet se posedon parcela të mbjellura me produkte të caktuara bujqësore, do të bëhet dëmshpërblimi. I njëjti dëmshpërblim do të bëhet edhe për kafshët. Kryetari i Araçinës ndërkaq që akuzon drejt për së drejtë qeverinë qendrore për neglizhencë në mbarvaqjen dhe pastrimin e sistemit të kanalizimit të ujrave në këtë zonë, që siç thot ai, është shkaku kryesor i vërshimeve katastrofike. Nuk hapën kanalët këtu, po edhe ai që kalon nëpër fshat, të rregullohet. Dhe pompat që kanë qenë të në vitin 2001-2002, që të Bellvja gje ujë të largohet, këto është kot. Kjo është më shifët, se do me thonë është kjo vërshime ishin edhe më të mëdha, po dhe kur ka vërshime më të vogla, do me thonë këto domat janë, do me thonë, një vetë pse. Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me Agjencinë për Veterinari kanë formuar 13 komisione, 11 për rajonin e Shkupit, 2 në Tetov, për vlerësim të dëmëve në bujqësi dhe blegtori. Qeveria të Enjtën ka akuluar 1.5 milion euro si avans për më të prekurit nga vërshimet e së shtunës.